Të dashur shqiptar, a e keni parë se si kryeministri i Shqipërisë i bie me grusht tavolinës dhe është krenar për këtë gjë? Shqiptarët për 3000 vjet i ka rënë me grusht. Tavolinës, karikes, drilonit, këtë bën shqiptari me grusht i bie dhe shqiptar Dibran ose shqipfolës që kanë pushtuar Spakun kanë bërë grusht shteti. Kanë rrëzuar qeverinë shqiptare, e kanë akuzuar qeverinë tonë që po na fut në Europë si gjoja qeveri mafioze. A dini ju që të gjitha investimet në botë janë kryer nga mafia? Të gjitha ndërtesat më të bukura në shtetet e gringove janë bërë nga mafia në vitet 1920. Të gjitha hotelet më të bukura luksoze janë bërë nga mafia dhe mafiozët e dikurshëm janë bërë kapitalistët e ndershëm të tanishëm. E kuptoni apo jo? Ne i bie me grusht qeverisë tonë. Unë nuk jam për qeverinë shqiptare. Qeveria jonë është e përbërë nga hajdut, nga lavire, pastruese në Greqi. Po, ky është llumi shqiptar. Ajo që është në qeveri është në fakt e gjithë shoqëria shqiptare është kthyer në llum. E kuptoni apo jo? Nuk është problemi i qeverisë shqiptare. Ne jemi bërë llum si popull. Fajin për këtë e kanë pushtimet e huaja shekullore. Dhe ne vazhdojmë të bie me grusht tavolinës qeverisë. Fjala grusht në gjuhën shqipe vjen nga gjuha slave. Grustu. I thon grushtit. Gurst i thon në gjuhën baltike. Ne kemi marrë këtë nga gjuhë slave, grushtin. Dhe i bie me grusht. Vetes, qeverisë, tavolinës. Ne nuk kemi në rregull nga trut e kokës. Ne i themi vetes Pellazg, që janë banor të Thesalisë, në Greqi. Kemi luajtur nga mend e kokës, ne i biem kokës me grusht. Nuk jemi njerëz normal. Duhet të qetësohemi, të lexojmë libra, të shikojmë se si qeveriset. Kush mund të zgjidhet në qeveri, duhet bërë një status. Nuk mund të bëhet një pastruese, hotelesh greke, zëvendës kryeministre. Nuk mund të bëhet një jevg zëvendës kryeministër, që është aratisur tani në Zvicër dhe ka marrë me miliona euro me vete. Është një jevgjit ai i shkreti, s'është faji i tij. Dhe Shqipëria është e vgjitëruar, është prishur struktura e kombit shqiptar. Ne jemi pushtuar nga vgjit. Dhe po shumohen e vgjitët me një shpejtësi 18 herë më të madhe se sa shqiptarët. Kjo po ndodh. Po ndrodh ndryshimi demografik i Shqipërisë. E gjithë Shqipëria po kthehet në llum. Pra, këta Dibran, këta të shesin jo për 30 monedha argjendi, siç u shit Jezu Krishti nga Judas, këta të shesin për 24 monedha bakri Dibranët. Dibranët kanë shitur njëri tjetrin me shekuj, të shesin për asgjë, falas madje, nga zemërkeqësia. Këta Dibran, shumë prej tyre janë emëruar nga Argita Berisha, të dashur shqiptar. E kuptoni apo jo? Shumë prej tyre. Këta kanë qenë prokuror në regjimin komunist, janë bërë tani gjykatës, avokat. Shumica prej tyre janë me origjinë minoritare gjithashtu. Han në tasin grek. Atje han ata, me grusht gjithashtu. Ashtu han. Dhe gjoja paguhen nga qeveria amerikane. Jo. Rrogat e tyre nuk paguhen nga qeveria amerikane. Organizata e Soros, që ka ngritur të gjitha firmat në Shqipëri të fshehta, merr para nga shqiptarët dhe i paguan pra gjykatësit tanë që ata të rrëzojnë qeverinë. Duan të sjellin në pushtet Sali Serbin, ai që shkatroi Shqipërinë në vitin 1997. Ky është grusht shteti i Spakut. Që ta dini ju çfarë Spaku? Një organizatë si Spaku u ngrit përkohësisht në Gjermani mbas çlirimit të Gjermanisë nga nazizmi. Për të gjykuar nazistët,
kjo është gjykat speciale. Por çfarë krimesh ka bërë populli shqiptar? Grekët kanë bërë krime ndaj popullit Çam, serbët kanë bërë krime ndaj popullit të Kosovës. Spaku duhet ishte ngritur për ta, jo për shqiptarët. E kuptoni apo jo? Spaku duhet të kishte dënuar të gjitha bandat e vitit 1997 që krijuan pikërisht luftën civile dhe lejuan hyrjen e ushtrisë greke në Shqipëri, që u spraps nga qeveria turke. Mos ishte Turqia, ne sot do flisnim greqisht edhe antarët e Spakut. Ju lutem, të dashur shqiptar, rrëzoni Spakun sot. Të gjithë. Është vegël në duart e lobit grek në Amerikë, që do e shkatrojë Shqipërinë. Rrëzoni Spakun që po bën grusht shteti në Shqipëri, në prag të hyrjes së Shqipërisë në komunitetin evropian. Bën grusht shteti Spaku. Aq të ligj janë. Këta të ashtu quajtur dibran. Kujdes nga dibranët, të dashur shqiptar, janë thjesht shqipëfolës, penest, gjithë jetën kanë qenë shërbëtor të grekërve, pastaj të bullgarëve. Kështu janë dibranët. Kujdes nga dibranët, po ja them seriozisht. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor, kujdes nga grushti slav, të dashur shqiptar, mos i bini vetes me grusht, as tavolinës dhe as drilonit.